Tu jem fshatin në Agofc, me një vend ku gëzimi i jep gjallëri këtij fshatit pasi kanë mbet pak banor. Edhe ka i shtallë tu të delve. Ky është një nga fshatrat që ka qenë i bombardun me natën e 2 prillit 1999 ku kanë qenë strehun dikum 30.000 banor. Edhe kanë bombardu këtu, ka pas vranë shumë, shkajnë sham shpijet, ka qenë të merë këto. Shumica tash kanë emigruë. Ja, koshi vjetër. Ky ushqimi mëngjesit gzima? Po ky ushqimi mëngjesash. Përndryshe gzimin qyshe kanë cek kur ka ra toni e mici dëshmor për homazhe që kemi organizu me 12 nëntor, pos Gjafer Kadirit që ka qaj, do më thonë që ka ka fotografia, ka ka pa dhe gzimin. Se ka qenë dhimbje e madhe, pasi kanë ra dëshmor 2 legjenda që kanë lënë zbrasti të madhe në popull e në ushtrinjë qlirimtare të Kosovës. Shqipe bi Shqipe, për tonin e mitin legjenda. A me këpuca me nja? Ja, gjëna. Jo, më pa i Hellbrugi i ka desh këpucët kur ka hynë Jonik në takim me ushtartë me Lum Haxhion, gjigjen e pi maron vetë zima? Plejve, tash ti ku me si kanë fjallë, se ti prishin në gravë. Po, a? A, pas ke bo stoper tu, edhe tash shpërajtin të rëndoshka. Super. Rjet internetit apo ki këtu? Po, kajtë po. Super. 20.000 kilogram ki siguru, a? Edhe grun, edhe miser. Sa i ki që tash, gzim? Shka? Van. Dhe një mjë adikëshër 40 soba. 140, ha? Kinë për ta shqiptira. Hej! Hajde. Kjo është për... Hajde. E këto tjerët gzim? Po, me Aurora? Tani tjerët? Që në kënë mësu? Po, e mësu. Një brehani knaqi. Ndryshe aroma e plehut delve është shërim. Se laminoti ka pas shumë problem me sy, edhe sot nuk ka problem. Është i mirë edhe për mushkëri. E kem një djalë në Krushe, është specialist për me mështjallë motorra. Edhe është detyru ka hap shtallë, ferm të pulave edhe është shëru. Ku i kini qanë? Sa i kini krejt? Qenë i kena 3. 3? I kena 2 klyshi, jo, 2 qenë dhe një kudo. Grupa tjetër. Zoj zorin e nonës. Që bënë qenë t'i kopet. Prit e gzim, bre. Thash pasi e kanë kry me mëngjesin, ja kanë prish. Qysh ja prishëm na me kafe, vazhdojnë drejt kullosave.
Janë do lakra poshtë kadrigashi I Krushës, pasi I ka vjel. I ka thonë që me ardhë mi lëshu. Unë e kom marrë do kryp me veti, një qitë lakrave. Në t'je bë specialitet. Ku janë qantë e tjerë, Gzim? A u nisën, a? En jag nog väldigt sjuk när jag får det. Så och för charity. Edhe pse jemi në vjetor, sot koha e bukur me diell. Përbora kanë majtë shumë familje, bakti, dele, mullica, lopë. Sot, për shembull Gzimi vetëm, Gzimi është në fshatin Nagallës që ka. Në Hoq ka njëri, në Krushë asnjë hiç. Kjo sjell edhe pak pamje të fshatit. Kreti shkatrun ka qenë ky fshat. Kjo është fshati I herojit Nesemi Elshani, bashkëveprimtarit të Kshinhodit që ka ra dëshmor veti 4 demonstratat vitin 1919. Është fshati I dëshmorit Habib Gashi që gjatë luftës ka marrë leje të komandant toni për mu martu, domethënë edhe gjatë luftës darsmet nuk janë dalë. E pas 6 muaj ka ra dëshmor. Në betet Mileskës bashkë me Ismailin e Krushës e Bedrik Berishin e Vëlljakës Klinës e Kurtish Hasanin e Raldot Bravës e Mensur Zyberajn, komandant 500. Sinan Gashi, rruga Sinan Gashi, Sinani është vrarë gjatë bombardimit që ka psu ky fshat, po ma shumë ka pas të vranë popullat të Hoqës, sepse kanë qenë strehuntur të Krushës, të Hoqës e gjitha fshatrave. Ka qenë nata 2 prillit tu ka qenë tmerr. Këtu është vrarë dhe jeton Doroku, 17 vjeçar nga Krusha, vetëm se Serbt ja kanë gjetë një emblem të QK-s. Shqiptar të gjithë dhe kanë pas zakon, edhe në luft asma të tykon. Në thorë të ati viti, u martu edhe trim Habibi. Pak të beka, të agrolimi, ku Bekim Doroku kultivon fidane, këtë pjesën këndeje ka për fidane, ndërsa tash në vjesht ka mbjellër salata marolla. Ta shohim, ajo ka ndrita si I ka shku punë, mashallah. Në shfar bukurije. Jetë ka pas domate, domethënë këndej ata që kanë mbetur, edhe një person nëse ka mbetur në familje, nuk e la tokën pa punu. Kjo ka qenë domate e mbjellur tash sallat, e shfrytëzon serën 2 herë. Domethënë edhe pse Ministria e Bujqësisë e jep një serë në territor të komunës Travecit, e ka pa vezvese, sepse jep një serë në komunë Travecit, let flajnë shlirë sepse punohet. Punohet e gjitha. Zemja solare. Dërsa këtë pjesën këndej e shfrytëzon për mbjellje të fidanëve, edhe fillon prej janarit. Mirë po çdo natë
e ndez zjarën të duhet me siguru së në gjill e drum. Po si fidanet e dojnë temperaturën me qenë përmi 10 gradë. Si të merë minus i prish gjitha dhe gjdo natë. Një janar kur të mbilen, shkurt e në mars pastaj kur fillon shitja. Është një punë e mundimshme, edhe farnat shtrajt po bojnë. Delet po vinë, ka pasu në lakra një ditë ma heret, velëm një komentu s'tha se s'ki marrë kryp mi o qitë. Velëm nëse pihajnë tha laknët kryp, dhe që e ko marrë me veti së të krypën. E këtu jem krushe, ka drigashi i ka vjell lakrat, po qka kanë mbet, vinë delet. Postoj që 20 vite kam kriju faqen e fshatit krushet i pari në Kosovë, nivel të Kosovës. Pastaj për dëshmor të vëllës gjana politike nuk postoj sepse zgjojnë debate po për laone. Ka gjanat mira që delet. Kem natyrën e bukur, kem tokën e bukur të Kosovës. Ata që s'pa kryp, nalo. Që e komentus, po ta plotësoj dëshirën, që? Si ku ti shpërndon ple orës. Ola! A ki bona i shtokët mira o gzim? Po, për shtoka, po. A, forti i Maro piku. për para i maroj shumë mirë me thane. Thona, unga. E i parit që me i lyshë me zampore. Më gzim sa njeri ka shku me bakti, ka përfundu në gërbet. E, po shtë një dhe. Ju thash dje që për këtë losh kam jo marrë molli. Po, për shtë zotën. Une që 20 vjetë mira me këto gjona sa njeri thoj ki, au, në hatë si të shkojnë për rendim, as në televizion s'ko me këqyrë Kosovën, po ja, nuk është ashtu. Po, jem kona unë vetë. Unë 4 vjetë, 3 vjetë e gjysë nuk o mardë. Ja, s'mujta. E ditë shka unë veni vendlindja për e atje me po. Jo rastisht nuk i shkruhet gërbetit loj poezis. E nuk i këndohet, po tash është një e mire. Nëse e dëgjon kongën e Ilir Shaqirit, që e ka shkru Gjergj Fishta, lanë të mirë për sa të tjeta. Më thënë shumë njerëz në sistem të Enver Hoxhës, apo në sistem të Jugoslavijës tu, kanë vdek në 10 huj, pa guzu më arë në vend vetin. Sot falë Zotit është liria, që tash jemi vjetorë në vinë mërgjimtarët, bohmi bashkë. Më mujtë mi organizu, mi u bo një koncert, më ta marrë Besnik Zeqirën, mi u këndu, ish bo atmosferë mire. Gjatë verës, po i organizojmë turnire, ndo një fest, po prapë pakosht, sa kanë kontribuar, ata kontribojnë. Kanë dhonë çdo herë, kanë dhonë për luftë, kanë dhonë për ndërtim që këto. Krejt janë mërgjimtarëve këto shtëpia që janë rregulluar pas luftës, ose pas rregulluar fshati, gjithë i djegur ka qenë. Ullën e ki krymë kërësha, në cilën vit e ki qenë? Në tetën. Deri a kujtohet ndonjë i gjeneratës Krushës kush ka qenë? Po, ma Po ne ke fjallë. pas pjatë? E kom pas Mahmutin. Mahmut Drakun drejtorin e shkollës. Po, drejtorin e kom pas. Tjetër, E pas Zënelin, Fazlijën, edhe plot vranë që e vranë shumë pa vranë. Shumë pa vranë. Po, mësu se konë si soja shqip në kalla. drejtori i shkollës. Drejtori shkollës se konë Si soja ka Si qenë soja, dhe Rahmetlia, vaj. e ka dhënë kontribut, sidomos si soja po. Ganinolli, Ganinolli, Allah. matematik në kalla. Ganinolli, Po, matematik në kalla. Ganinolli, matematik. Mësu si a fatime luja i soja shqip në kalla, jo? Kur rroktat Shqipe. pashtrikut muja, Ganinolli çfarë ka qenë i gjallë ka arrit një gjithë 36 arpivole. Çka ka bëu ajo Gjakova me kon ka qenë nuk e di veç ka pas siguruar. Prej Krushit i kemi shumë polos. Se ka dhe një gjë,
ka mbeta dhe rrush, lakna diku. Mirë po duhet me ditë që ka mungesë punëtorëve, bujqit kanë mbet vetë. Edhe tash një person, me vjell lakra, me livru për vjesht me mjallë grunin, me siguru ushqim për dimër. Më thënë nuk është si për para që ka qenë, që ka pas një shtëpi 5-6 meshkujt në fundvaj, edhe njoni e ka kujt tregin, tjetri punën tjetri ka livru. Nuk bon mi fajsu kur shini kësi gjëra. E këto ka rrit mi vjerë kadria, po edhe kadriu ka mbet vetë. Edhe ati i kanë emigru djemët, si gjdo familje. Honi për knoqi. Buz bjeshkëve të pashtrikot. Në hori shaj respekti, edhe familja këtynve kanë pas dele, na solle edhe kofve, të rritnera e breqeti, për ndryshe, i ka fitu votat, është deputet Kuvendin Komunal të Ravecit, i urojmë suksese, është gjenerate e re që ka diplomu, ka qenë edhe në Amerikë. Ja, kjo është fshati që e kam stolisër për fest, 28 nëntorit, mirë po, edhe nuk du mi largu, pasi tash 10 orë vërshojnë mërgjimtarët.